Një situatë e pazakontë është regjistruar në Prishtinë ku gjatë punimeve për asfaltimin e një hapësire publike, një veturë e parkuar ka penguar përfundimin e plotë të punimeve. Ngjarja është publikuar në fotografi, ku shihet qartë se punëtorët janë detyruar të vazhdojnë asfaltimin përreth automjetit të parkuar, pasi pronari nuk e ka larguar atë me kohë. Sipas përshkrimit, qytetari nuk e ka lëvizur veturën në kohën e duhur, duke bërë që një pjesë e rrugës të mbetet e pa asfaltuar. Në pamje vëret qartë kontrasti. Asfalti i ri është shtruar në të gjithë zonën përreth, ndërsa hapësira ku ndodhet vetura ka mbetur e paprekur, duke krijuar një pamje mjaft të pazakontë dhe disi të çuditshme në mes të punimeve. Rasti ka ngjallur reagime në rrjetet sociale, duke u komentuar si një situatë e pazakontë gjatë zhvillimit të punimeve në kryeqytet.